Leonora Jakupi është një ndër zërat më të veçantë të muzikës në troje shqiptare. Këngëtarja është munduar ta mbajë jetën e saj publike larg vëmendjes së medias, edhe pse interesi për të është shumë i lartë. Këngëtarja nuk feston suksesin me fjalë, por me veprime të mëdha. Ajo duket se ka vendosur ta kurorëzojë gjithë atë rrugtim të gjatë në karrierë me një hap që po ngjall shumë kureshtje. Burime pranë saj shprehen se këngëtarja ka bler një shtëpi që kap shifrën 600.000 euro. Pas shumë vitesh jetese në apartament, Leonora ka bërë një ndryshim të madh, por ajo që e bën interesante nuk është vetëm lëvizja, por edhe vendi që ka zgjedhur. Bëhet fjalë për një rezidencë që frekuentohet nga emrat më të përzgjedhur të politikës dhe medias. Leonora ka zgjedhur kompleksin elit Royal Green Residence në Prishtinë. Lajmi u zbulua në mënyrë diskrete përmes një Insta story me kafe në dorë dhe luks në sfond. Mësohet se rezidenca e përzgjedhur nga këngëtarja ofron qetësi, siguri dhe një stil jete që i përshtatet vetëm atyre që kanë arritur majat. Leonora, e njohur për elegancën dhe zgjedhjet e menduara, duket se ka ndjekur të njëjtën filozofi edhe këtë herë. Përveç këtij investimi, këngëtarja ka edhe një tjetër vilë në Brezovic. Përmes postimeve në rrjetet sociale, Leonora ka zbuluar detaje të ambientit të vilës që ka në Brezovic, e cila ndodhet në një prej zonave më të frekuentuara turistike, e rrethuar nga natyra dhe peizazhe mbretërëse. Këngëtarja, e cila ka një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në industrinë e muzikës, duket se është treguar, po aq e kujdesshme dhe e mençur në zgjedhjet e saj për jetën personale, sidomos kur bëhet fjalë për investimet e saj në pasuri të paluajtshme.